Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin më të bukur të Radios Rrugës, tu në mikrofonin magjik. Përshëndetje edhe nga unë Atia. Sot është një episod shumë special, sepse do të kemi një djalë të ftuar që është shumë i talentuar. Sot do të kemi kuize interesante, do të kemi rubrikën tim të preferuar që janë xhexhëzat dhe do të kemi përrallë magjike. Dhe si thua dhe pa humbërgot, të ftojmë të ftuarin ton shumë special, Angel Ziba. Angel, mirë se erdhe në Radio Struga. Mirë se gjeta Dora, mirë se gjeta Adea. Mirë se erdhe. Angel. Si ndihesh që je pjesë e Radio Strugës? Ndihem shumë mirë. Ke emocione? Jo, s'kam asnjë emocione. Pse s'ke emocione? Duhet të kesh pak apo je i përgatitur? Jam i përgatitur. Je gati për disa pyetje shumë pikante, duke mësuar më shumë për jetën tënde dhe më pas për një quiz. Si kështu? Po, si ashtu. Gati për disa pyetje? Po. Do t'i gjesh. Jo, në fillim më mirë të bëjmë pyetje për ty, pastaj që të njoftohemi edhe me ty, por e të njoftosh ti edhe vetëm për publikun, dhe më pas do të kalojmë në quiz. Të fillojmë? Po. Na trego, çfarë pëlqen ti të bësh më tepër? Cilat janë pasionet e tua? Pasionet e mia është shkolla ime, sepse unë morë një medalë në fund për vjeshën. Unë tha shumë mirë vjeshën sepse sa më të tjerës, sepse ato zonësit e mi se mësojnë vjeshën. Dhe mora një medalje për vjeshën. Po, mora medalje për vjeshën. Dhe me thënë një shkëlqyer edhe në shkolla, po jo? Po tashmë që shkolla ka mbaruar, cili është një hop tjetër, pra sport ose art, ku shkon ti? Në karate shkoj, jo në art. Në karate shkoj, jo në art, sepse nuk jam artist, por unë jam karatist. Unë mësoj karate me trenerin, sepse ai është shumë i fort për të na mësuar. Po, të pëlqen karatja? Po, më pëlqen karatja. Çfarë do të bësh kur të rritesh? Unë të bëhem doktor dhe mund të shëroj gjithë familjen, mësuese të tutën, të dajën dhe të kështu erën. Të gjitha, me thënë të Po, gjitha. të gjitha, po. Mua dhe Adem do na shërosh? Po. Edhe ne. Po, ti së fundmi more pjesë tek peshku i artë, apo jo? Po. Dhe si kalova aty? U kalova shumë mirë. Cilin vend more? Unë vendin e parë. Vendin e parë. Por, Do na këndosh pak këngën? po sa të theja, të na këndosh pak refrenin e këngës? Po. O sa bukur këndon pianoja ime, e na sjell veç gëzime, luaj me zemër, luaj me pasion, çdo tingull i saj ne na gëzon. Sa bukur e këndove, po ti shën ke fiks për vend të parë. Po, jam fiks. Po, kur dole në skenë, kishe emocione, kishe frikë, sepse... Jo, s'kisha frikë, s'kisha emocione, s'kisha frikë, por isha gati. Gati isha, po ishte era e parë që dilje në skenë? Po, ishte era e parë që unë dole në skenë, tashi kur ka kështu njerëz, është hera 3 që unë dola. Po ku ke marrë tjetër pjesë që ka pas njerëz? Pjesë kam marrë në festival, kur ka njerëz, unë e shoh nga njerëz. Sa ka njerëz, por unë vetëm nuk u çudita. Sepse e mësuar, a? Po, jam i mësuar. Po, Gjoxhi Wagneri më mësoi atë pianistri i vogël. Gjoxhi Wagneri, a? E përshëndesim të Gjoxhi Wagnerin. Po, gjithashtu ti ke marrë pjesë edhe në gara, apo jo? Po, ashtu. Në cilat gara ke marrë pjesë? Unë e kam marrë në Strugë dhe në Shkup. Gjithë Maqedoninë e kam marrë. Gjithë Maqedoninë e kam marrë pjesë. Çfarë vendi ke marrë në gara? Vendin e parë. Po, për çfarë ishte gara, të me thënë? Ishte gara për kështu notash, po ishte gara për notash që do isha përgatitur,
që të isha përgatitur edhe Përveç domethënë. edhe për dëgjim, po, për dëgjim. Për dëgjimin absolut, po. Po, për dëgjimin absolut. Pra ti domethënë që ke një djalë shumë talentuar, edhe këndon, edhe ke marrë pjesë në përgara, ke marrë vende të para, edhe në karate je i mirë apo Jam i mirë, por unë kur kisha brezin e vet, unë kisha marrë brezin e kuq. brezin e kuq? Ua, po sa vjet ka që shkon në karate? 2 vjet. 2 vjet. Dhe për 2 vjet ke marrë brezin e kuq, a? Po bravo. Kush të mbështet ty për karaten? Kush më mbështetën? Më shumë mami ose babi? Babi më duket sepse më qënë. Babi më duket. Po nga shoqet të mbështesin? Jo, s'më mbështeti sepse s'janë të vogël, sepse s'janë të rritur për ta mbështetur. Po s'të thonë ndonjëherë bravo, shumë mirë luajte, apo s'kan ardhur të shohin. Po më kanë ardhur të shohin ashtu. Ka majtë për pare më tha treneri, edhe une kisha shkurtë në këmba gjatë për pare. E po mirë, pra të me thënë ti përveç karate shkon ndonjë aktivitet tjetër ose? Aktivitet tjetër? Këtu, shu, në shkollë. Në shkollë. Po çfarë të pëlqen ty tjetër? Të gjitha i përqejnë. Po cilë pëlqen më shumë këndimin apo karate? I përqejnë të dyja. Po pak më tepër? Pak më tepër, të dyja, pak më tepër. Si thua, të kalojmë një pikë muzikore ose më mirë të kalojmë tek pika ku Angeli ka kënduar këngën e tij dhe më pas do të kthehemi përsëri. Në barë e zi Përcejnë gishtat me shpejtësi Një not këtu, një not atje Muzika ime fluturon si re goes on.
ja ku rikthym këtu përsëri, tani do të vazhdojmë me quizin ton. Angeli, e gati? Po, jam gati shumë. E po fillojmë atëherë. Sa nota ka shkalla muzikore? 5, 7 apo 10? 7. Ua, po si e gjeti këto me një? Kam parë do një kështu 7, do të thënë deri te sia, por ka dhe do këtu, sepse janë në një oktav. Po ti ke për muzikë? Po, kam marrë se unë e kam piano, Din ti biesh pianos? Po, unë di. E po pyetjen e parë e gjete, 7 ka. Bravo. Vazhdojmë me pyetjen e radhës. Po. Cili instrument ka 6 tela zakonisht? Piano, violina apo gitara? Kitara. Se Gitara. kitara. Violina. Apo jo? Jo, violina ka 4 tela. Ua, po se unë i bie violinës dhe s'jam me sigur tani. Po, mire, ke violina ka 4 tela, po gitara ka 7, pianoja ka... Asnjë tel s'ka. Ka. S'ka përri? Po ato të zeza që janë aty si janë tela ato? Ato janë të zezat. Ato Ha, nuk janë si tela ato, ha? nuk janë ato si tela. Mm. Pa ato janë si tretkonsha, si ashtu. Aha, po e kuptova tani mire kalkyse. Pra i bien që të jetë kitara. Po. Me gjete edhe këtë. Cili është simboli që tregon heqje në muzikë? Nota, pauza, akordi. Është pauza, se pauza dalonën. Pauza. Po. Nuk i bien tash 8 akordi? Po ashtu, Apo akordi s'ka lidhje me këtë? akordi s'ka lidhje me atë, sepse Cila është përgjigjja përfundimtare? Pauza? pauza mendoj. I sigurt je? Sigurt jam. Sa përqind je? 100%. 100%? Ua, 100%. Saktë ka? Saktë ka. Deri tani 3 pyetje të kemi bërë, të 3 i ke gjetur. E prisje? E prisja. Vazhdojmë pyetjen e radhës. Sa taste ka zakonisht një piano? 88, 66 apo 100? 88. Jo, 100. Se tani është një numër i saktë, kështu që 100. E di që edhe pa unë e kam pianist, kështu që e kam... Po sa ka? 88 kështu. Kur i bjen çdo herë kështu me një notë ashtu del 88. 88? Po, I po kur i sigurt? bjen kështu si një. Po ti ku e ke para? Po se ke piano në shtëpi dhe i ke numëruar? E kam piano në shtëpi, por si kam numëru. Po si e gjete që janë 88 apo logjikshëm? Se 100 sunjen janë shumë. Se unë jam i logjikshëm pendant. Je inteligjent, ë? Po. 60 Pak. pak, 100 shumë, kështu që 88. E Ashtu e gjete? mesi. Në mes. Mesatare. E gjete? Mesatar po. E gjete. Se 60 është më pak, edhe 100 është më shumë, do të thënë mesatar. Do të thënë 88 është mesatar. Po. Bravo. Cili zhaner muzik lidhet më shumë me rapin? Hip hop, klasike apo opera? Klasike. Klasike? Opera. Se di. Si mendon ti? Hip hop mendoj unë. Po nga mendon ti se është hip hopi? Sepse unë e baj mend. Kështu. Po, e mban mend, po nga e mban mend. Apo e ke dëgjuar? I kam dëgjuar në abocëje kur po ashtu sken. Kur bëjnë sken. E po se di unë mendoj klasike, po tash si ta vërtetojmë këtë? Si thua, lëm atyre të shkruajmë poshtë te komentet dhe më pas të shohim cila është përgjigjja saktë. E po shkruani cili është zhaneri që i përket më shumë, që lidhet më tepër me rapimin, hip hopi, klasikja apo opera? Opera është. Jo, unë them klasikja. Unë thuaj kështu Hip hip hop. hopi.
Ose Pra- klasike mund t'jetë, se operat s'mundet. Opera Diana, ato që bërtasin. Kështu që i bjen no klasike, hip-hopi, po. Nuk e Po di tani. klasike është. Po, klasike është. Jemi 2-1 tani. Që i bjen e ti të bësh me ne. I bjen që e ti të bësh me ne, sepse Fituam. i kemi thënë përgjigjen e saktë. Ose ti vazhdon akoma me hip-hopin. Hip-hopi, jo, s'është i saktë. E pa saktë. Hip-hopi e pasakt? Po, Hip-hopi është e pasakt tani? po. Pra dhe ti e me ne me klasike. Jo, kështu, klasike, është e pa saktë, edhe kështu. Hip-hopi është e sakta. Po, Ua, vazhdon ky akoma me këtë mendje. Sa përqind i sigurt je? 100% i sigurt. Po në 100%, po në vemi 2 vjet, atje vetëm një person. Unë jam vetëm. Po si, ne vemi kundër të, si mund të ishte 100%, mund të ishte 25, 50, 10. Si s'diet. E po mirë, pra, më mirë ta lëm te komente se përndryshe nuk ta gjejmë përgjigjen e saktë. Ose ta vazhdojmë në fund pasi të mbarojmë me këto me quizin. E ta. Po mirë, kem mbas një pikë muzikore, ta shohim se cila është eksakt dhe Po. cili instrument frymor përdoret kallam, klarineta, daullja apo kitara? Klarineta. Klarineta. Wow. Tani gitarja nuk është se ishte parës, është logjikisht me heqim nga lishtë. Gitarja është 4 tela, ka 4 tela. Jo, 6 kishte edhe gitara. 4 kishte violina. 4 kishte. Po mirë se s'ka faj tani se do Po. të gjej këto pyetje ku ti mbani. Daullja i bjen o sket se ajo ka të fortë. Bum bum kështu. Po, i bjen me ato drutet. Ndrut me shkopin. Po, i bjen që të jetë klarineta, se ato me gishta që po. Po, kësaj radhe edhe unë jam me Angelin, klarineta. Po ti atë? Hajde edhe ti klarineta. Gitar. 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 Po gitara kishte 6 tela, pra s'ka ashtu kallam. Po. Po, klarineta i bie. Po klarineta është. E gjejte edhe këtë. Bravo. Faleminderit. Çfarë do të thot tempo në muzikë? Lartësia e tingullit, shpejtësia e tingullit apo forca e zërit? Shpejtësia e tingullit. Shpejtësia, po si e gjejte këtë shpejtësia? E kam parë ashtu shpejtësia e muzikës. Dhe e lidhe me këtë, a? Duke mësuar. Se ke mësuar edhe muzikë ti, a? Ke mësuar edhe muzikë? Po kam mësuar edhe muzikë. Prandaj je i sigurt për këtë, a? Po jam i sigurt. Po si kur të themi që gabime ke? Apo S'është gabim. është e saktë? Po se di. Si mendon atë? Si mendon? Po pse më pyeti mua? Unë mendoj shpejtësia e tingullit. Pra edhe ti me shpejtësi një? Po. Unë me aderën. Po me si, me forcën? Unë me aderën jam. Po mirë, edhe këto e gjete. Të gjitha i gjeti. Po. Wow. Unë mundem të provokoj, ky i gjeti. Si i gjete të gjitha? Ka që i inteligentë nga ti? Shumë me logjikshëm. Logjikshëm. Tani do të kalojmë një pikë muzikore dhe më pas do të rikthehemi përsëri për gjëgjezat. Super ambedar es un
Ja, kur rikthyem përsëri këtu në mikrofonin magjik. Tani të kalojm tek pjesa më emocionuese dhe më interesante, sidomos tek pjesa më qefe e Adeas, apo jo? Po. Sepse ti e ke qejf shumë këtë pjesën e xhexhezave. Po, prej në fillim e kisha qef. Nëse e keni parë domethënë pjesët tona, domethënë emisionet tona, dhe e dini që unë e kam qenë shumë. I ke të preferuar xhexhezat. Po. Tani do t'i pyesim ty xhexhezat, je gati? Po, jam gati shumë. Si e me xhexhezat mirë ose Mira. do t'i gjesh të gjitha? Po, dhe i gjej dhe gjitha. E pajtë shërëm tani. Kam faqe, por nuk jam njeri. Kam flet, por nuk jam pem. Çfarë jam? Ti e libri. Se libri ka faqe. Vetëm libri se s'është kjo, po. Apo libri është? Libri është? Po, se një flet është. Shumë. Po, se ka faqe, por se di. Ti çfarë mendon? Unë mendoj është Dora. Dora. Pse Dora? S'ka faqe Dora. Po ja, këto gishtat janë si faqe, e kupton? Po s'kan sy që të shohin. Kupton? S'ka qyr. S'ka sy, e kupton, është e logjikshme, po. Ti ade çfarë mendon? Asa dhe janë, ke ndonjë mendim, a? S'ke mendim. Unë për juve e ma mendime. Po, tani mund t'jetë ose libri. Ose, Po libri ti the që s'ëshën. po ku e di unë tani? Sikur e di unë kush është. A libri është? A libri apo jo? I sigurt e ti që është libri? Po jam i sigurt. Po si e gjete që është libri? Apo se ka faqe? Se ka faqe, por s'ka sy. Është pem, por s'është pem, por është një flet. Po, mire ka kjo. Andea si thua? Unë da të pem, do ishte se pema i bon fletat. Po më duket se është libri. Libri. Apo jo? Po mund t'jetë edhe fletoria. Se ka faqe. Por fletoria dhe ka faqe. Ka flet. E po mirë, pra e lëm me di librit e fletores. Po e di qëra, që unë dhe pyta të gjëzën, është libri. Unë Gjithë të Adean. parën. Ua, po ky përsëri me Adean ti? Po përsëri me Adean. Ua. Ai të vazhdoj me të dytën se sa më shumë merr, aq më e madhe bëhet. Çfarë mund të jetë? Sa më Gropa. Gropa. Ua, po s'më la mundësi që t'ja shpjegoja, si e gjetë më njëherë? Gropa sa bëhet e madhe, sa në diçka bëhet e madhe. Pra sa më shumë e gërmon, aq më shumë ajo s'madhohet. Po, s'madhohet. Prandaj dhe ti logjikisht e tha që është gropa, ëh? Po, është gropa. E gjeti. Përgjigjja e saktë është Gropa. mendoja ta provokoja pak, por Ka qaf, por nuk ka kok. Çfarë është? Shisha. Gota. Ja, me mua është tani. Gota. Jo gota, Jo, shisha. gota, shisha është. Ka qafë gota, po nuk ka kok. Jo, se shisha është Ja, tani. shisha është ka dhe kokën deri në barkë. Po shisha është, po si. Mire, është e logjikshme të jetë shisha. Është edhe logjikshme të jetë gota, nëse e mendoni është gota. Ua, po kjo Adea. Hammer Angel, çfarë thua tani? Unë thoj se është shisha se ka shu qafë deri në majtë shu. Ama nuk ka kok, shisha ka kok. Ka paku e mbyllën. Ka paku Jo, e ama di. ajo llogaritë si qafse. Pa mirë dem, shive gota. Qafën ku e ka. Edhe, po, s'ka kok. Ua, po tani si ta bëjmë këtë? Po gota është. Jo, se shisha është. Shisha. Angel, sa i sigurt jeti? 100% i sigurt. Ua, po Po ti sa përqind je sigurt me që jemi Angelin? Unë jam 1% i sigurt. A, 1%. Po. A, unë 99.999. Mi, pra, ta thome përgjigjen e të jetën ko? 1, 2, 3. Gota.
Shisha. Gota. Gota dhe, po të dhe shisha ti. Shisha është. Shisha është. Ua, po ky e gjeti përsëri këtë. Po. Ja, tani këtë të fundit të s'ke për ta gjetur. Është shumë e rëndë. Bie gjithmonë, por nuk lëndohet kurrë. Shiu. Shiu. Po shiu, bie shiu, s'lëndohet. Është ujë. Lëndohet më si lëndohet. S'lëndo. Po, shiu kur bien aty në tokë edhe përplaset me tokë. Ashtu e bëjnë lagët ashtu. Po, lagë gjithë ambienti, pra që lëndohet i bien. Apo s'lëndohet. Ose ja fusim kotën e këtu po. Shiu është. Po shiu me kam të drejtë. Po këtë penga e gjete, tani, se të gjitha së në gjeshti. Unë gjeta me logjik. Me logjike edhe këtë. Po çdo që me logjika. Po ti që ke fantastika. Po fantastike. Mi, pra të kalën tek pralla magjike, si Tani. thua? Tani në fillim të kalojmë në një pikë muzikore? Jo, më mirë. Okej, atëherë të vazhdo Më me mirë prallë. ti ma gjepsi me prallën të magjike. Po në rregull. Unë e di atë mamadhin. Po, dëshiron të na thuash? Edhe pastaj pralla magjike. Hajt na thuaj një E mama. të na thënë vetë që mesazhin. Mamadhje dhe 7 kesat. 7 ke... Mamadhje, po shkonte... Mamadhja ka 7 keca. Mamadhja shkonte të brante një drek, shkonte të shkoj të marrë drek, sepse nuk ishin shumë ushqime. Mamadhja tha, mos ja hapni derën ujkut, sepse ai do mashtroje. Edhe pastaj mami shkoi në drek. Në trek. Ujku vëshe në shkure, sa ti hare ato kecat. Edhe pastaj shkoi ujku te dera. Edhe tërkiti. Tak, kush është? Jam unë, mamadhia, hapeni derën. Edhe kecat thanë, i që kam bërë poshtë derës, edhe ashtu, e kishte plot të zezë, dhe më thonë është ujku. Largohu që këtu, ti nuk je mama jonë, ti je ujku. Ti do na mashtrojsh, edhe ujku ose zemërua shumë, shkojte mullisi, edhe ujku tha, ma lymë me mjë se do të ha. Edhe ujku, edhe gjagjin e lymë me mjëll, edhe pastaj shkoj të kecat. Tak, kush është? Jam unë, mamadhia, hapeni derën. Edhe pastaj keca thuan, qita kam bërë poshtë derës, por tani ujku e ka sërish të zezë, sepse ka rënë mjelli, edhe keqat e panë se nuk është ujku, nuk është mamadhia, është ujku prap. Largohu, ti nuk je mama e jonë, ti e ujku, dhe ti do na mashtrosh. Edhe ujku, shkoj të mullisi prap, edhe pastaj ujku tha gjagjit, ma lymë me shkov dhe me mjë se ma ram mjelli, ose do të ha për drek. Edhe pastaj e lymë me shkuën që mos i rëje. Edhe pastaj shkoj te dera. Tak, kush është? Jam unë, mamadhia, hapeni derën. Edhe derisa kecat e hapen derën, edhe ujku e mashtroi,
e hangri një nga një për keci ushqim, për keci ushqim i zgjuar ushqim të ora e gjakut, ora e gjyshit. Edhe mama dhja ku e para të, u nisë të cingët, u qudit, o familje, ku jeni juve? Ku jeni juve? Edhe shifa edhe shiko, sa gërvishtni ka në ujë, ka në shtëpinë tonë. Edhe pastaj keci i zgjuar është fshirë nga vetëm keci i zi është vetëm. Vetëm ti o bi. Ti o bi. Nën ujku na mashtroi e hangri gjithë ato kecat një nga një. Edhe pastaj shkuan te ujku. Për vetëm ishte ujku. Shumë. Për vetëm ishte ujku. E ka preme gëshër mama dhia. Mama dhia. Po, barkun. Barkun e preu mama dhia Dhe i nxori kecat. Kështu që shpëtuan të gjithë. Jo, i kanë shty. Po ishte u gurat që ta mashtroj? Ishte u gurat dhe pastaj kur flej, kishte etje. Kishte etje. Edhe shkoj të pite ujë. Edhe shkonte të pite ujë. Edhe pastaj kur zhyt pesha është plot me gur. Edhe mama dhja mama dhja dhe kecat u shpëtuan. Po. Kjo shumë bukur. Sa bukur e tha e prallën më. Bravo. Po, kjo është dhe prallë shumë e bukur. Atëherë çfarë është mesazhi? Sipas meje që mos u besojmë të gjithë. Si radhën e kaluar që kishim që të besojmë vetëm atyre njerëzve që e njohim, edhe mos i besojmë njerëzve që nuk e njohim. Po, bravo. Dhe si thua dal ngadalë kemi arritur drejt fundit. Po. U kënaqe sot? Dhe së bashku do të shihemi herës tjetër në Radio Struga. Bëj kështu Zemrën. Edhe gjithashtu shumë faleminderit Angel që ishe me ne këtu. Faleminderit, s'ka gjë. Bëje zemrën kështu? Edhe në të dyja. Angel. Bëj kështu.